Çmimet e shumicës së produkteve për të cilat qeveria kishte vendosur ngrirje të margjeve në periudhën nga mesi i shkurtit deri në fund të prillit, në shumicën e marketeve nuk janë kthyer në nivelin e para 18 shkurtit, konstatoi kontrolli i realizuar për një muaj e gjysmë nga Inspektorati i Tregut në mbi 100 kompani që kanë mbi 1000 pika shitjeje. Во големо продажбата, односно нашите домашни производители и увозниците, односно дистрибутери, цените се вратени од време пред одлуката. Por në shitjen me pakicë në një pjesë të madhe të marketeve, jo të gjithë ka rritje të çmimeve të produkteve, megjithatë ato janë në nivelin e para 18 shkurtit. Te produktet base, rritja e çmimeve sillet nga 3 deri në 5%, ndërsa te produktet kimike ato për higjenë personale, pelena dhe ushqime për fëmijë nga 10 deri në mbi 20%. Kjo do të thotë se pas masave dhe pse ka pasur rritje çmimesh, ato nuk janë kthyer në nivelin e mëparshëm. Përkatësisht, një pjesë e mirë e produkteve ushqimore që përdoren më së shumti janë më të lira se në shkurt. Megjithatë, Stojkoski theksoi se në një numër të vogël marketesh ka rritje më të madhe çmimesh, gjë që nuk është korrekte nga ana e tyre. И тоа сакам да напоменам дека да, и забележани се минусни маржи, односно намалувања од 20 до над 100% кај зеленчукот и овошјето. Мислам, и сите сме сведоци на тоа, сите пазари, сите одиме во маркети, пазари, така да тоа е тоа. Nëse do të ketë masa të reja, do të varet nga propozimi i Ministrisë së Ekonomisë, e cila duhet të shqyrtojë analizën e Inspektoratit Shtetëror të Tregut dhe ta dorëzojnë me mendim të vetin në qeveri. Përndryshe, inflacioni në muaj ishte 3.3%, më i lartë krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, ndërsa periudha janar-maj 2025, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, rezulton me inflacion prej 3.7%. Të ushqimet ai ishte 4.9% më i lartë krahasuar maj me maj.